ndodhi gjatë vikendit të mërkurën, që e kemi caktu terminin, në orën 10, më thirë portiri edhe thëtë teta Ameli Anton Qeta i pretë poshtë. A i prej burgut në autobus o ardhur në Alen Radio. Edhe kemi kryu emisionin. Unë ndjeva më mirë, e pash veten që ato jë më produktive, edhe mu personalisht më sjell të kënaqësi. Kur e bën një punë, kur e don, e bën shumë mirë. A kur e bën me detyrën për arsye të ndryshme, vërtet vështirë shkon. Edhe kjo është fotografia që unë kur e shoh këto mallëngjem shumë. Se ton kohën kam punuar me fëmijë, po disa emisione kanë qenë drejt për drejta, shumë spontane. Disa i kemi incizu, së më varet qëfar emisioni ka qenë. Emisionet që më imi veçu kështu, kemi pas edhe radiodrama për fëmijë. Edhe një rubrik që kam dash shumë, jo unë edhe dëgjuesit ka qenë Femëria të adhuruarve tanë, ku kisha dëshirë që fëmijët më njoftë njerëz tonë të mëdhenj. Ani që Ramiz Kelmendi nuk ka shkru për fëmijë, pa ai ka qenë edhe është person i njoftur që ka shkru vepra mjaft edhe ka dhonë kontribut mjaft. Unë e pasajova një rubrik Femëria të adhuruarve tanë edhe do të veçoja një rrethim me Anton Qetën. Me dro shkova se ishtë situata e tendosur edhe si me thonë hajde një emision për fëmijë u duke unë nuk pinën vlerësaj, sidomos unë që kom punu, po tjerët mu me thonë për emisioni për fëmijë vjen ma vonë, edhin? Po edhe shkova e luta edhe më tha, më vjen keq, po nuk mu, jam i zanë, kështu, unë shumë sinqerisht mora mi hap derën me dalë, mi thonë, faleminderit, ditën e mirë, po nuk u durova pa i thonë, profesor, s'ka lidhje, unë bëj me tjetër kanë emision, po është më kati madhë, ju mësë me qenë në këtë emision, si adhuruar i fëmijëve. Atërë unë dalim këqyri, po ata shohim qësha është, kur duhet me ardhe, u këtheva, më shela dhe u këtheva. Edhe i thash që, këtë moment përshkojmë bashkë në radio. Edhe t'i realizojmë se atëre kemi incizu emisionet. Drejt për drejta kanë qenë veç kolevajza, gjedjerave. Po unë tash jem ka flasë për Radio Prishtinë, jo Radio Kosovë. Edhe e krymë emisionin për merak, po theksi është shka ndodhi tutje. Ndodhi pajtimi i gjaqeve, e tash unë e doja edhe njëherë Anton Qetën në emision, e thira edhe më tha po pa tjetër vit të mërkurën, kur sa harroj. Edhe ndodhi gjatë vikendit e burgosën. Dëgjues ma djetër kreti din, që ke një lajmë shumë i keq se e burgosën Anton Qetën. Pash në atë vlukun e ati aksionit. Edhe vërtet u mërzita për atë, se për emisionin s'është problem, edhe shka ndodhi të mërkurën, që e kemi caktu terminin, në orën 10, më thirë portiri edhe thëtë teta Ameli Anton Qeta i pretë poshtë. Meni me me, ka dalë prej burgut, e kanë lëshu për fatë, që s'ka pas lidhje emisioni me burgun, po përgjësia e një personit madhë, a i prej burgut në autobus o ardhur në Alen Radio. Edhe kemi kryu emisionin. Këto se arroj kur, jam shumë i njose për, po kjo si një model, si një shembull, sa është mirë kur e merë një punë me përgjithësi. E më ndajnë qëtë rubrik, mëse jem këtu, më pas shumë persona tjerë të njoftur, Mark Krasniqin, shkrimtar të rënd, edhe të fëmijëve e kret, e veçoj edhe Inva Mulën, se kisha që fëmijët mi ditë, edhe Inva Mula kush ashtë. Edhe ndodhi që aja erdhë këtu, po më premtoj që do të realizoj me telefon. Edhe na, hajtë mendum që aja nuk nështë dhe në ka harru, edhe këm afru fëmijët afër vetit, me qenë gati në studio, edhe kemi sjellë numrin e telefonit që na ka dhënë ajo, edhe mini herë i ka rënë man, ka qëllu në Francë, në Toulouse. Edhe kemi realizuar emisionin, edhe fjalët e saj kanë qenë intervistë me të bukur një jetë temë s'kom realizu.